Gruaja shqiptare është burrnesh, e civilizuar, shumë e mirë, punëtore, punojnë, janë të lira. Punojmë se neve na ka bërë jeta që të punojmë. Plus regjimin që kemi pasur, edhe jena mësuar me atë regjim. Jemi brez i kaluar edhe ka ndryshuar. Sot nuk e imagjinojnë se si kemi jetuar neve edhe çka kemi hequr ne. Sot i duan, i kanë të gjitha gati, se ne kemi pasur të gjitha, e diti, primitive, çdo gjë. Të duan familjen në radhë të parë. Familjen ta duan, kudo që t'jenë. Të duan të kenë respekt për prindit dhe për familjen, se prindit kanë ngelur në harres. Si po kaloni? Shumë mirë. Ka po na vini? Ka Shqipëria. Nga Shqipëria, mam, si e kem Tiranën e bukur? Si Tirana. Si Tirana, mos. Si Tirana. E kem për qef Tiranën. Për qef Tiranën. Në Kosovë sa vje shpesh? Shumë shpesh. Në Prizren. Prizrenin e kemi qytet që gjithë vinë. E preferojmë gjithë. Unë kam marrë shpesh në Prizren dhe e pëlqej. Keni dikon në Kosovë këtu? Jo, nuk kemi, po vim me burrin se na pëlqen Prizreni dhe vim shpesh. Sa bukur. E vizitojmë. Kjo lidhja është bërë shumë e mirë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Shumë. E kemi dashur këtë. E kemi dashur, edhe ne ju kemi dashur, po dhe ju na keni dashur. Edhe ne ju duam fort. Kush e dua më shumë ne apo ju neve? Tashi, për të shprehur e shprehni ju, po me zemër e kemi ne. E thua këtë. Jo, për të shprehur ju e shprehni, kurse ne e mbajmë, e kemi me zemër. Ju me zemër, Me zemër. Por a thua një çik që ne pak jo ashtu qysh? Jo, me zemër. Me zemër do. Po për gruan shqiptare përgjithësi çfarë mendimi ke? Gruaja shqiptare është burrnesh, e civilizuar, shumë e mirë, punëtore, punojnë, janë të lira, janë çfarë them tepër. Unë e di që Shqipëri, gratë janë ma të zonja se burrat, a është e vërtetë kjo? Punojnë ma shumë. Vele mundin me tha ma shumë se gratë kosovare punoni? Punojmë se neve na ka bërë jeta që të punojmë. Plus regjimin që kemi pasur, edhe jena mësuar me atë regjim. Po do një gjë në jetë që të ka ndodhur, do një sfidë keni pasur të vështirë që keni kaluar si grua? Jo, sfida, tash jeta ka shumë sfida, po në përgjithësi kemi kaluar mirë. Jo keq, jo familje shumë të pasur, po familje mesatare, me fëmijë, me burr, me... Cile ka qenë ato vështirësit më të rënda që keni pasur? Më të rënda kur kemi pasur fëmijët e vegjël, që ishin në punë me 3 turna, kemi punuar në mjekësi, kështu që punonim turni parë, turni 2, turni 3, kështu që këto janë vështirësitë e jetës. Për një grua shqiptare flas. Një punë me 3 turna nuk është e lehtë. Megjithatë ne kemi përballuar. Po si sot këtë etapë, këtë kohë ku po jetojmë të krahasosh me të kaluar një grua sot? Shiko, neve jemi brez i kaluar edhe ka ndryshuar. Sot nuk e imagjinojnë se si kemi jetuar neve edhe çka kemi hequr ne. Sot, këto brezi sotëm flas. Nuk kujtoj se neve kemi lindur kaq sa jemi. Po jo. Sot i duan, i kanë të gjitha gati, se ne kemi pasur të gjitha, e diti, primitive, çdo gjë. Kurse tani ndryshoi se është futur modernizimi, është futur interneti, është futur komplet më. Edhe prandaj ankohen. Ankohen më shumë se neve. Ankohen nga e mira. Ne i them Kosovë i ka quajtur e mira pesh. I ka quajtur e mira pesh, po, për tamam, mirë, ashtu është. E themi dhe ne e shprehim, po, i ka quajtur e mira. Po duhet ta kthejmë pak kokën mbrapa e të dëgjojmë sa më shumë neve, në moshave të treta, sidomos. Se ne e dim se si nuk është se s'dim se si jetohet. Po, ato u duket sikur shikojnë më shumë nëpër telefona, nëpër internet dhe u duket se jeta dhe bota është ashtu. Ama kur fillojnë jetën e tyre, atëherë si themi ne ngesa gozhda në drasë dhe thonë, që nga e vërtet kjo. Çfarë interviste e shijova? Në fund dua një mesazh si grua fort gjitha grave, gjitha vajzave që i shërbejnë për jetë. Çfarë kishte thënë një mesazh? Të jenë shumë të drejta, të jenë shumë punëtore, të duan familjen në radhë të parë. Familjen ta duan, kudo që të jenë. Të duan të kenë respekt për prindit dhe për familjen, se prindit kanë ngelur në harres. Kjo është. Besoj që ky mesazh juaj ka më shërbyer shumë njerëz. Them se po, sepse unë e kam nga përvoja ime, se gjithë fëmijët i kemi jashtë, kështu që prindit kanë mbetur në harres. Shpresoj na kujtojnë sa më shpesh. Turoj më të mira, më bëj fala shumë Tiranës. U kënaqem. Faleminderit. Më leo të shëndes. Faleminderit shumë.